Përgjithësi keni ju të PDK-s, nuk e keni bë maksimumin pra ta. Nëse nuk e nalim qitash, dikur ka mu bë vonë, keni më kaj. Është një tog fjallësh, vesh një tog fjallësh, i shkruar në gjuhën angleze, i cili mund ta dënoj Hashim Thaqin nëse interpretohet gabimisht, qysh po interpretohet prej gjykatës kushtetuese të dhomave specializume. Ngomni me vëmendje e posaçërisht ju deputet e PDK-s. I kemi thonë krejt qa ka për Albin Kurtin e për Donika Gërvallën e për Albulena Haxhiun. E dim disponimin e tyne për ata që janë atje. Po pyetja që shtrohet është, ju të PDK-s a i keni bo krejt detyrat. Edhe ju të PDK-s, sa jeni të gatshëm ju më shku all in për mi mbrojt udhëhecit e juje, udhëhecit tonë. E keni pas njës në zet me liria ka eme një prut mija vetë në shesh. Pat disponim popullor me dole dhe me mbrojt. Jena vesh disa muj largë. Prokuria i ka kry dëshmitarët e vetë, Serbia i ka kry dëshmitarët e vetë, tash kanë metë edhe dëshmitarët e mbrojtjes. Që në kupton, për 3-4 muj kryen edhe ata, në vjesht, një anë shkurt, jepet verdikti i trupit gjykus për krerët e UÇK-s, e cilët nuk janë të akuzum si individ, po si një strukturë e organizume kriminale. Ku e nisa? Është një tog fjallësh, i cili gjendet në ligjin e dhomave të specializume, i cili është aprovu në Kuvendin e Kosovës. Tog fjallëshi, thot, shall take into account. Qështë për këthe njëri shqip, shall take into account. Leximi i parë, përkthimi i parë në gjuhën shqipe është, duhet me pas parasysh, neni 44.2 e ligjit për dhomat e specializume, kur fol për dënimet që jepen ndaj personave që po gjykohen. Është një parem i fuqishëm juridik. Lex Mitior, ligji më i favorshëm për të pandehurin. Pra, kur ty të marrin e ke bo një vepër penale, ky ligj është i mishnum në Kushtetutën e Kosovës, është i mishnum në parimet mbi të cilat vepron gjykata ndërkombëtare për drejtat e njerëzit në Strasburg. Pra nuk është një parim i shpikun për nevojat të UÇK-s. Ky është një parim i shajt juridik i cili thot i bën thirrje gjyqtarëve. Nëse janë disa ligje që flasin për të njëjtën temë, gjykata duhet me marr parasysh ligjin i cili është më i favorshëm për të akuzuar. Lug puna, saqë kushdo që e ka një tro ndjenjë për çata njerëz që janë atje, për çat luftë që është atje, që u bë. Për Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Recep Selimin, Jakub Krasniqin. Që tash është momenti me reagu, duhet me nal këtë absurditet. Qysh mundet, PDK-ja i ka, sa i ka, 23 deputet. Çka janë ka bën që ata 23 deputet, ma shumë se sa që ka bën qeveria, për cilën na ton pajtohemi që nuk ka simpati për ata njerëz. Nuk mundet me funksionu një gjykat pezull, na e në autonome. Krejt që ka kësha dashur në aktualisht është mu bo shumë e madhe, para si mu marrë vendimi atje. Edhe manena, le të caktohet një komision i pavarur ndërkombëtar prej Kuvendit Kosovës në bashkëpunim me ambasada, me qeverit huja, le ta marrim dikon pe Amerike, i cili s'ka konflikt interesi qëtu, edhe le ta bën një, që më thonë, analizë. Nuk shkon qështu. Përgjithësi keni ju të PDK-s, nuk e keni bë maksimumin për ata njerëz. Keni reagu me gojë. Kapni hinin grev të risa, bëni diçka sensibilizone. Qysh me strëni protesta. Pa punë e madhe, le dridhet një herë. Është absurde situata juridike. Keq që ky sen, ku me pas kostove nacionale, nëse nuk e nalim qitash, dikur ka mu bë vonë, keni më kajt.